Ish konkurenti i Big Brother VIP 5, Casey, ka folur për herë të parë publikisht pas largimit nga gara përmes zarfit të zi, një nga vendimet më të diskutuara të këtij sezoni. Pas përfundimit të rrugëtimit të tij në shtëpinë më të famshme, ai zgjodhi të ndajë mendimet dhe ndjesitë mbi atë që ndodhi. I ftuar në emisionin Shqipëria Live, Casey u shpreh se nuk ndjen keqardhje për sjelljen e tij gjatë qëndrimit në reality show. Ai theksoi se veprimet e tij kanë qenë të menduara dhe të ndërgjegjshme, jo të nxitna në oniki. Sipas tij, reagimi lidhej me bindjen personale se mënyra se si një mashkull i drejtohet një femre duhet të ketë kufi dhe respekt. Casey tregoi se e kishte kuptuar që në momentin kur u lexua zarfi i zi, se vendimi ishte për të, por kjo nuk e bëri të ndryshonte qëndrim. Ai tha se nuk është penduar dhe se nuk mendon se do të kishte vepruar ndryshe, pasi gjatë gjithë lojës ka ndjekur ndjenjat dhe parimet e tij. Pavarësisht përjashtimit, ish banori e vlerësoi eksperiencën si shumë të bukur dhe të veçantë, duke e cilësuar një mundësi që të vjen vetëm një herë në jetë. Ai pranoi se u mërzit që u largua nga shtëpia, por jo për mënyrën se si ndodhi largimi.